Kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për deputet Gazmend Sylla ka reaguar pas rezultateve zgjedhore duke thënë se rreth gjysmë milioni vota janë orientuar kundër ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sylla ka deklaruar se një listë pa vlerë kombëtare ka fituar përballë 3 listave të tjera, të cilat sipas tij përfaqësonin adhetar, patriot, udhëheqës lufte dhe luftëtar të dëshmuar. Rreth gjysmë milioni vota kundër UÇK-s, një listë pa asnjë vlerë kombëtare fitoi përballë 3 listave të tjera, të mbushura me adhetar, patriot, udhëheqës lufte dhe luftëtar të dëshmuar. Një listë që për 5 vjet nuk e ktheu kurrë kokën nga luftëtari, një listë që bashkë me listën serbe e la luftëtarin me 204 euro pension, shumë që nuk mjafton as për të paguar faturën e rrymës, një listë që tha se më mirë ishte të paguhen mercenar të huaj se sa luftëtarët e popullit, një listë që nuk la ofendime fyerje pa ja drejtuar luftëtarëve, këtu e atje, ndërkohë që ata mbahen me duar të lidhura. Fatkeqësisht, shteti po shkon duke u shkëputur nga lufta që e sodhi lirinë, dhe kjo ka emër